Për t'i para prirë sezonit të vaditjes, i cili nis nga muaji qershor, prefekti i Qarkut Tibër ka thirrur në një takim përfaqësuesit e sektorit të bujqësisë në të 4 bashkitë e Qarkut. Në takimin e zhvilluar me përfaqësuesit e bashkive, prefekti ka kërkuar angazhimin maksimal për vënien në kohë të veprave vaditëse. Sipas sheut, bashkitë kanë nisur punën për pastrimin e kanaleve dhe riparimin e të gjitha dëmtimeve që kanë pësuar këto vepra vaditëse gjatë stinës së dimrit. Po ashtu, një tjetër temë diskutimi ishte edhe këshillimi i fermerëve për të bërë pjesë e skemës kombëtare të mbështetjes në bujqësi. Si vjet e veçantë është se nga vitet tjera ka fillu puna më shpejt për pastrimin e kanaleve vaditëse, të gjitha bashkitë i bëjmë me blejet përqendruar blejnë materiale që duhen për të mbështet për të hap kanalet dhe ç'duhet tjetër. Bashkia Tibër ka bërë tender për këtë punë me një operator, edhe ato e kanë mbyllur. Puna ka filluar në 4 bashkitë për pastrimin e kanaleve dhe është në fazën pothuajse përfundimtare, me idenë që fillimi i qershorit të jetë gati sistemi vaditjes dhe të gjithë Qarkun. Fondet kanë ardhur afërsisht në nivel vitit kaluar, e veçantë është në skemën e mbështetjes me subvencione të bujqësisë janë rritë subvencionimet si për baktit, ashtu edhe për tokat bujqësore dhe premtarin. Ne i shpjegum, u dha detyrë sektorit të ekstensionit bujqësor, po edhe bashkive që të punojnë më shumë me fermerët për të ndërgjegjësuar mënyrën e aplikimit. Një vështirësi ka në të gjithë Qarkun prej vitesh është problemi i pronësisë stokave bujqësore, meqenëse akoma nuk është formalizuar plotësisht edhe herë kjo sjell edhe problematika në realizimin në marrjen e përfitimit të skemave të bujqësisë. Nga ana tjetër, prefekti Neshbedin Shehu tha se po punohet për zbatimin e një projekti të Bankës Botërore për të ndërtuar një hapësirë të madhe frigoriferike që fermerët e Dibrës të mos kenë nevojë të hedhin prodhimin apo ta shesin nën kosto, por ta ruajnë aty. Ka iniciativa private, duhet punu më shumë ti ngjove edhe mbledhje që u diskutu, ka një projekt në Bashkinë Dibër nga Banka Botërore, ka një studim, një projekt dhe një studim për të financuar për një magazin të madhe diku afër i Shtregut për të grumbulluar frutikulturën që nga qershit, mollë, patatet e tjerë. Është mbyllim, por edhe iniciative private ka nga fermerët ndryshëm. Duhet bërë më shumë në këtë sektor, është kuptohet, meqenëse Dibra në përgjithësi Peshkopia, Lugin e Matit kanë bujqësi ose kanë mundësi për bujqësi më të zhvilluar se ç'kemi sot. Vonesa për vënien në funksion të veprave vaditëse ka sjellë pasoja për fermerët e Qarkut Tibër thuajse çdo vit.